Ka 3 vargje specifike në Bibël që ekspozojnë diçka që autoritetet fetare përgjatë shekujve e kanë ditur gjithmonë, por kur nuk e kanë rrëfyer publikisht. Pasazhe që shumica dërmuese i lexojnë pa i kushtuar vëmendje, fjali që duken të padëmshme në një lexim të shpejtë, fragmente që njerëzit fetari kanë përmendur me nxitim për mijë vjeçar pa u ndalur kur aq gjatë sa për të kuptuar atë që zbulojnë vërtet. Ju kujtoj se videot në këtë kanal nuk kanë si qëllim të ndikojnë mbi mendimet, opinionet, bindjet apo besimet tuaja. Janë vetëm një këndvështrim ndryshe nga i zyrtar që na jep sistemi dhe fetë tradicionale monoteiste. Ruani etikën në komentet tuaja. Ignoranca nuk është argument. Pentateuku, 5 librat që atribuohen Mojsiut, qartësisht nuk janë shkruar nga Mojsiu. Pasazhe të tëra kanë kuptim vetëm nëse janë hartuar shekuj pas epokës së supozuar të Mojsiut. Referencat geografike tregojnë njohuri që nuk ekzistoni në kohën e eksodit nga Egjipti. Shprehjet gjuhësore që i përkasin periudhave historike shumë më të vona. Teksti në vetvete përmban tregues të qartë se disa dokumente janë bashkuar nga redaktorët e mëvonshëm. Historitë të treguara 2 herë me detaje kontradiktore. Emri i Zotit i ndryshuar në mënyrë misterioze nga një pasazh në tjetrin. Stili letrar, luhatet në mënyra që tregojnë autor të dallueshëm. Vargu i parë që do analizojmë sot gjendet në librin e Ligjit të Përtërir, kapitulli 34, vargjet 5 dhe 6. Mojsiu, shërbëtori i Zotit, vdiq aty në dheun e Moabit me dashjen e Zotit. E varrosi në lughi në tokën e Moabit përballë Betfegorit. Askush deri në ditën e sotme nuk mund ja diti varrin e tij. Rilexojeni këto fjalë me kujdes. Kështu Mojsiu vdiq dhe e varrosi. Askush deri ditën e sotme nuk e di varrin e tij. Tradita fetare pohon kategorikisht se Mojsiu shkroi Pentateukun, pra 5 librat e parë të Biblës, përfshirë këtu edhe Ligjin e Përtërir, të cilin po citojmë tani. Është një dogmë qendrore si e judaizmit ashtu edhe e krishterimit. Mojsiu mori fjalët e Zotit dhe i regjistroi ato. Pik, nuk diskutohet më kjo. Të vesh në dyshim këtë, do të thotë të vësh në dyshim vetë zbulesën hyjnore. Por prisi pak, duroni një moment. Kemi 2 çuditëra këtu. Së pari, si mund të kishte shkruar Mojsiu për vdekjen e tij? Si mund ta kishte përshkruar varrimin e tij ai? Dhe së dyti, akoma më e çuditshme, si mund të kishte shkruar se askush nuk e di vendin e varrimit të tij deri më sot? Kjo shprehje, deri më sot, është një formulë letrare që skribët e lashtë e përdornin për të treguar se po shkruanin shumë kohë pas ngjarjeve të rrëfyera. Kur një autor shkruan se diçka mbetet e panjohur deri më sot, ai natyrisht po e pozicionon veten qartësisht në një kohë të largët, të mëvonshme nga ngjarja origjinale për të cilën ai po shkruan. Dhe edhe nëse Mojsiu do ta kishte shkruar këtë më njëherë pas ngjarjeve, supozojmë tash, shpreha nuk do të kishte kuptim. Deri më sot nënkupton kalimin e kohës së mjaftueshme që informacioni të bëhet i rëndësishëm. Breza, ndoshta edhe shekuj. Dikush duhet ta ketë shkruar këtë fragment shumë kohë pas vdekjes së Mojsiut. Dikush jetoi në një kohë kur vendi i varrimit tashmë ishte humbur nga kujtesa kolektive. Dikush që shikoi prapa në të kaluarën e largët dhe vuri re se vendodhja mbeti e panjohur deri në ditët e sotme, ditën kur ai person shkruan pikërisht këtë tekst. Mbrojtësit e autorësisë së Mojsiut, pra ata që thonë që është Mojsiu autori i këtyre librave, janë përpjekur ta anashkalojnë këtë kundërshtim në mënyra të ndryshme gjatë shekujve. Disa kanë argumentuar se Perëndia ja kishte zbuluar në mënyrë profetike detajet e vdekjes së Mojsiut dhe se Mojsiu i kishte regjistruar ato paraprakisht. E kuptoni këtë? Një pjesë juaj ndoshta edhe e beson. Perëndia i ka zbuluar Mojsiu se si do vdesi, si do shkoj varrimi i tij, etj. Dhe Mojsiu i shkroi të gjitha këto se si do shkonte varrimi i tij para se të vdiste. Dakor, supozojmë që është e vërtetë. Kjo nuk shpjegon shprehjen deri më sot. Si do shkruante Mojsiu deri më sot, nëse ky e ka shkruar shumë kohë para se të vdiste vetë? Kjo deri më sot ka kuptim vetëm si një retrospektiv, jo si një profeci. Ka pas të tjerë, ose ka të tjerë që kanë sugjeruar që jo Zueu, pasardhësi Mojsiut,
e shtoi këtë fragment të fundit mbas vdekjes së moshuesit të tij. Nëse kjo është e vërtetë, gjithmonë nëse është e vërtetë, kjo hap një derë shumë të rrezikshme. Nëse supozojmë se dikush tjetër përveç Mojsiut shkroi një pjesë të Pentateukut, si mund ta dimë se ku fillojnë dhe ku mbarojnë shtesat? Ku janë ato të Mojsiut dhe ku janë këto të tjerëve? Si mund të garantojmë se vetëm ky fragment është shtuar, jo faqe të tëra, kapituj të tërë, libra të tërë? Pra, vargu i parë i analizuar tregon se të paktën një pjesë e Pentateukut, kjo që analizuam, ishte shkruar pas vdekjes së Mojsiut nga dikush gjatë një periudhe të konsiderueshme kohore, pra mbas një kohe jo të vogël. Vargu i dytë është më delikat se i pari, por po aq shkatrues apo tronditës kur kuptohet në kontekstin e tij historik. Zanafilla, kapitulli 12, vargu i 6. Patriarku Abraham sapo ka mbritur në tokën e Kananit, duke ndjekur thirrjen hyjnore që e mori nga dheu i tij. I referohemi Biblës si gjithmonë. Teksti përshkruan udhëtimin e tij dhe pothuajse kalimthi përmend një detaj gjeografik në duke fare të parëndësishëm. Abrahami e përshkroi tokën deri te vendi Sihem, te qarri More, në atë vend atëherë banonin Kananët. Lexojeni përsëri pjesën e fundit. Kananejt ishin atëherë në atë vend, në atë tokë kur vajti Mojsiu, kështu thot Bibla, kështu thot ky varg. Por nga ana tjetër, sipas rrëfimit tradicional, biblik përsëri, prap biblik, Abrahami jetoi rreth shekullit të 19 para Krishtit. Mojsiu, i cili supozohet se shkroi librin e Zanafillës, do të kishte jetuar rreth shekullit apo ka jetuar rreth shekullit sipas Biblës gjithmonë të 13 para Krishtit, pra rreth 600 vjet pas Abrahamit. Tashti, pushtimi i Kananit nga izraelitët nën Jozeun, kur kananejt u dëbuan ose u shfarrosën, përsëri sipas Biblës, ndodhi pas vdekjes së Mojsiut. Shikojeni të gjitha këto që po përmendim janë sipas Biblës gjatë gjithë jetës së Mojsiut. Kananejt ende pra banonin në tokën e tyre. Atëre, pse thot teksti se kananejt ishin atëherë në atë tokë? Kjo shprehje ishin atëherë është ajo që gjuhëtarët e quajnë një shënues kohor retrospektiv. Kjo tregon se autori po shikon prapa në një kohë kur ekzistonte një gjendje e caktuar, duke nënkuptuar se ajo gjendje nuk ekziston më në momentin që shkruhet, në momentin e këtij shkrimi. Kur them për shembull se gjyshrit e mi jetuan në atë shtëpi atëherë apo dikur, unë komunikoj se ata nuk jetojnë më atje. Kjo është e qartë. Në mënyrë të ngjashme, kur autori i Zanafillës shkruan se kananejt ishin atëherë në atë tokë, ai në mënyrë të qartë po komunikon se në kohën kur ai po e shkruan, kananejt nuk janë më atje. Por, nëse e shkroi Mojsiu këtë tekst, kananejt ende banonin Kananin në kohën e tij. Pushtimi ndodh vetëm mbas vdekjes së tij. Kemi thënë nga pasardhësi i tij. Të thoshte Mojsiu se kananejt ishin atëherë në tokë, do të ishte një anakronizëm absurd fare. Sikur të thuash që diçka ekzistonte atëherë, kur ajo faktikisht ekziston sot. Rëndësia gjuhësore dhe historike e këtij vargut është se u shkrua shumë kohë pas pushtimit të Kananit nga dikush që jetoi në një kohë kur kananejt ishin tashmë një kujtim shumë i largët, nga dikush që shikoi prapa në të kaluar në Abraham dhe duke përshkruar tokën që patriarku kishte kaluar, ai shtoi shënimin shpjegues se në atë kohë territori ende u përkiste kananejve, për ta sqaruar këtë gjë për të kaluar në Abrahamit. Ka dhjetra pasazhe të ngjashme të shpërndara në gjithë Pentateukun. Shprehje që kishin kuptim vetëm në retrospektiv. Referenca për vende që morën emra të caktuar shekuj pas Mojsiut. S'kishte se si, pra këto i morën shekuj pas Mojsiut dhe përmenden nga Mojsiu përmendje të institucioneve që nuk ekzistonin në kohën e Mojsiut, por përmenden në këtë që ka shkruar Mojsiu, megjithëse nuk ekzistonin në atë kohë. Vargu i 3. Dalja apo Eksodi, kapitulli 33, vargjet 20
23. Ky fragment rrëfen një nga momentet më të jashtëzakonshme në gjithë Biblën. Mojsiu kërkon të shohë lavdinë e Perëndis, dhe Perëndia përgjigjet dhe thotë: "E shtoj përsëri, por nuk mund ta shohësh fytyrën time, sepse njeriu nuk mund të më shohë mua e të mbetet në jetë." Zoti shtoi: "Ja," tha, "ka vend këtu afër meje. Qëndro mbi shkëmb. Kur të kaloj lavdia ime, do të fus në plasën e shkëmbit dhe do të mbroj me të djathën time derisa të kaloj. Do ta heq dorën time e do të më shikosh shpinën, por se fytyra ime nuk mund të shihet." Rilexojeni këto fjalë me kujdes. Jo kalimthi. Shpina e Perëndis, dora e Perëndis, e djatha e Perëndis, fytyra e Perëndis. Perëndia lëviz nga një vend në tjetër, lavdia e tij kalon. Perëndia mund të shihet pjesërisht, sepse fytyra jo. Tani, mendoni se çfarë do të thotë kjo teologjikisht. Traditat e mëdha monoteiste, judaizmi, krishterimi dhe islami, të treja së bashku, këmbgulin se Perëndia është i pafund, i kudo ndodhur dhe i paprekshëm. Perëndia nuk ka formë fizike, sepse ai nuk është i kufizuar në hapësirë. Perëndia pikosisht ekziston në kohë, nuk ka, si thua, pjesë në kohë, sepse është i gjithkohës. Ka ekzistuar gjithkohën. Perëndia nuk lëviz nga një vend në tjetrin, sepse ai është njëkohësisht kudo, në çdo vend. Zoti nuk mund të shihet, sepse ai nuk ka një trup për t'u parë. Këto janë doktrina themelore, e theksoj, janë doktrina themelore që çdo student teologjie i mëson që në mësimet e para që merr. Por teksti i Eksodit 33 që përshkruam na tregon diçka krejtësisht ndryshme. Ai përshkruan një Zot që ka anatomi, fytyrë, duar, shpatulla, shpinë, një Zot që zë hapësirë dhe mund të jetë në një vend të caktuar, pavarësisht se kemi thënë që është kudo. Një Zot që lëviz, lavdia e cilit kalon, një Zot që mund të fshihet apo shihet fizikisht. Ai e mbulon Mojsiun me dorën e tij. Ky nuk është Zoti abstrakt i teologjisë. Ky është një Zot antropomorf, një Zot me formë njerëzore, i krijuar sipas shëmbëltyrës dhe ngjashmërisë së adhuruesve të tij. Ky antropomorfizëm nuk është i rastësishëm ose metaforik, siç thon, kjo është metaforik. Kur diçka nuk ju pëlqen dhe nuk e shpjegojnë dot. Është një pasqyrim i drejtpërdrejtë i besimeve të shkrimtarit, izraelitët e lashtë, si të gjithë popujt e tjerë të kohës së tyre, i konceptonin Perëndin si qenie trupore. Zeusi kishte një trup, Baal kishte një trup, Marduk kishte një trup. Perëndit banonin në vende specifike, në male të shenjta, tempuj, pemë, Zeusi me perëndit. Hanin, pinin, kishin qejf verën, muzikën, ata mund të shiheshin, të dëgjoshin, madje të prekeshin në rrethana të caktuara. Kur skribët izraelit hartonin rrëfimet e tyre për Zotin e Izraelit, ata e përshkruanin, natyrshëm kjo gjë, në të njëjtën mënyrë. Ata i dhanë atij një trup, i dhanë atij emocione njerëzore, zemërim, xhelozi, pendim. I dhanë atij nevoja njerëzore, kënaqësinë e nuhatjes së aromës së flijimeve. Mos harroni këtë. Në momentin që Noe doli mbas përmbytjes, bëri fli dhe pastaj e kemi përmendur dhe këtë, apo jo. Dhe pastaj Zoti pëlqeu kënaqësinë e aromës së flijimeve dhe u pendua për atë që kishte bërë, tjetër cilësi që i kanë dhënë të njerëzve, pendimin, dhe vendosi të mos i përmbysi më, mos i zhduki më njerëzimin, po e kemi trajtuar këtë gjë. Vetëm shumë më vonë, kur mendimi izraelit ra në kontakt me filozofinë greke, teologët filluan të abstraktonin këto përshkrime trupore, filluan të interpretonin ato si metafora, antropomorfizma pedagogjike, gjuhë e përshtatur për të kuptuarit njerëzor, që njerëzit kuptonin se cili ishte Zoti pra. Ky interpretim i sofistikuar ishte një racionalizëm i mëvonshëm, jo kuptimi origjinal i teksteve. Autorët e Eksodit 33, të asaj që lexuam, nuk po përdorin metafora. Ata po përshkruanin Zotin në të cilin besonin vërtet, një qenie të fuqishme, sigurisht, por prapse prap një qenie me formë, me vendodhje, me karakteristika fizike, të cilit mund të shiheshin disa pjesë dhe disa pjesë jo.
Në të gjithë Pentateukun gjenden prova të ngjashme që në pothuajse çdo faqe. Përsëritje që tregonin burime të ndryshme të ndërthurura së bashku, kontradika që asnjë harmonizim nuk mund t'i zgjidhte, anakronizma që tradhtonin kohën aktuale të kompozimit. Por, ndoshta zbulimi më interesant është identifikimi i zërave të ndryshëm brenda teksteve. Në disa fragmente, Zoti quhej Yahweh, i përkthyer pastaj në latinisht e në italisht si Zot, Dio në versionet italiane. Në fragmente të tjera ai quhej Elohim, i përkthyer gjithashtu si Zot, dhe ky ndryshim nuk ishte i rastësishëm. Ai korrelonte me ndryshimet në stil fjalor dhe madje edhe në përmbajtje teologjike. Fragmentet që përdorin Yahweh kishin tendencë të portretizonin një Zot më antropomorf, më të afërt, më emocional, inaqit, xheloz, luftar. Fragmentet që përdorin Elohim kishin tendencë të paraqisnin një Zot më të largët, disi më të largët, më abstrakt, më kozmik, më imagjinar, jo kështu të prekshëm, kaq njerëzor. Ishte sikur dy tradita të ndryshme fetare të ishin shkrirë apo të jenë shkrirë në një tekst të vetëm, secila me konceptin e vet të hyjnis. Njëra imagjinon ndryshe, tjetra imagjinon ndryshe, njëra e përshkruan ndryshe, tjetra e përshkruan ndryshe dhe të dyja bashkë janë në të njëjtin tekst. Studiues të mëvojës vonshëm identifikuan të paktën 4 burime të dallueshme dokumentare pas Pentateukut, duke vënë në dukje se teksti nuk ishte vepër uniform e një autori të vetëm, por më tepër një mozaik fragmentesh të ndryshme, dhe ky fragmentim pati implikime të thella për teologjinë. Nëse Pentateuku ishte një mozaik i përbërë nga komunitete të ndryshme në epoka të ndryshme, atëherë rezulton që nuk është një zbulese vetme hyjnore për të zbuluar, nuk është një. Ka tradita të shumta njerëzore, ndonjëherë kontradiktore, të cilat janë bashkuar nga redaktorë të njëpasnjëshëm në një përpjekje për të krijuar një rrëfim koherent. Zoti i Pentateukut nuk është një entitet i vetëm që e ka zbuluar veten në mënyrë progresive gjatë historisë. Jo, ai është një përbërje e disa perëndive fisnore që janë bashkuar gradualisht, ndërsa fiset izraelite bashkoheshin po ashtu gradualisht në një popull të vetëm. Kjo shpjegon pse Zoti biblik ndonjëherë duket se ka personalitete kontradiktore. Kemi përmendur këtë gjë në shumë video tona. Në disa pasaje ai është i mëshirshëm dhe falës, në të tjerat ai është hakmarrës dhe mizor. Në disa histori ai pendohet për vendimet e tij, në të tjerat është i pandryshueshëm dhe i gjithdijshëm. Këto kontradikta nuk janë paradokse mistike që tregojnë një hyjni për të kuptuarit njerëzor. Ato janë plag nga bashkimi i traditave të shumta që nuk përshtaten plotësisht me njëra tjetrën. Zoti që urdhëroi masakrën e popujve të tërë te Josueu vinte nga një traditë. Zoti që shpalli dashuri dhe drejtësi te profetët vinte nga një tjetër. Redaktorët pasuesi vendosën të gjitha në të njëjtin libër, por ndryshimet mbetën të dukshme për ata që dinin të shikonin. Julius Wellhausen formuloi hipotezën dokumentare në formën e saj klasike, duke identifikuar 4 burime kryesore pas Pentateukut. Secili prej këtyre burimeve pasqyronte komunitete të ndryshme në kohë të ndryshme me teologji të ndryshme. Bibla, të cilën miliona njerëz e lexojnë si fjalën e unifikuar të Zotit, ishte sipas tij në të vërtetë një bibliotekë me tekste të ndryshme të qepura së bashku nga natyra. Ky kuptim transformoi vetë studimet biblike. Sot, çdo kurs serioz teologjie në një universitet të respektuar mëson kritikën historike të shkrimit të shenjtë. Seminaret e besimeve të ndryshme pranojnë se tekstet e shenjta kanë histori komplekse përbërje që përfshin autor, redaktor dhe tradita të shumta. Disa besimtarë kanë arritur të pajtojnë këto zbulime me besimin e tyre, të tjerë jo. Ata jetojnë pa zgjidhur tensionin. Ata marrin pjesë në shërbesa fetare, lexojnë fragmente nga libri i shenjtë, luten në gjuhën tradicionale, pa u angazhuar kur seriozisht me çështjet e ngritura. Nuk e vrasin mendjen. Punë e tyre, ndoshta kjo është një formë e mençurisë praktike, nuk di ta përcaktoj. Me kalimin e kohës,
morfizmat e shkrimeve të lashta filluan të riinterpretoheshin si metafora, jo si përshkrime të fjalë për fjalshme. I njëjti proces ndodhi në krishtërim dhe islam, është i njëjti proces ky. Zoti i dhjatës së re tashmë tregon apo pasqyron ndikime që e dallojnë atë nga Zoti më fisnor i dhjatës së vjetër. Dhe kur teologët e krishterë të shekujve të parë, shumë prej të cilëve të trajnuar në filozofinë greke, filluan të sistematizonin apo ta përmbledhnin gjithë këtë doktrinë, ata prodhuan koncepte të tilla si triniteti, që do të kishin qenë të pakuptueshme për profetët origjinal të izraelit. Islami, duke u ngritur në një kontekst në të cilin si judaizmi ashtu dhe krishterimi kishin zhvilluar tashmë teologji të sofistikuara, përthithi jo të dyja këto tradita, por element të secilës nga këto dy tradita. Allahu i Kuranit është njëkohësisht Zot edhe i Abraham. Ai është një hyni filozofike që tejkalon kufizimet antropomorfike. Në gjitha këto raste, modeli është i njëjtë. Konceptet e Zotit evolojnë së bashku me komunitetet që i mbështesin ato. Tani, është koha të bëjmë një bilanc të kësaj videoje. Çfarë kemi treguar? Së pari, kemi treguar se autorësia Pentateukut nga Mojsiu është e pambështetshme kur tekstet lexohen me vëmendje kritike. Thamë që ligji i Përtrir 34 përshkruan vdekjen dhe varrimin e Mojsiut, diçka që ai padyshim nuk kishte se si ta shkruante. Shpreha deri më sot tregon një autor që shkruan shumë kohë pas ngjarjeve. Së dyti, mësuam se anakronizmat si ato në Zanafillën 12:6 zbulojnë se tekstet u hartohen shumë më vonë se ato që përshkruajnë frazën atëhere kananejt ishin atë kohë. Kanë kuptim vetëm nëse janë shkruar pas pushtimit të Kananit, kur kananejt nuk ishin më atje. Së treti, mësuam se antropomorfizmi të Eksodi, ku Perëndia ngre duart, kthen shpinën, nshef fytyrën, pasqyron koncepte primitive të hyjnive që janë riinterpretuar më pas, por fillimisht janë kuptuar fjalë për fjalë. Zoti i shkrimeve të lashta ishte një qenie trupore, e lokalizuar dhe e kufizuar. Jo Zoti i pafund dhe abstrakt i teologjisë së mëvonshme, të zhvilluar më vonë. Këto zbulime janë ndoshta të mjaftueshme për të dyshuar në origjinën hyjnore të teksteve. Për disa nuk ekzistojnë fare këto zbulime. Problemi tyre, i kemi parë 3 vargjet që vërtetojnë autorsinë njerëzore të Pentateukut, jo hyjnore, jo të autorsinë siç thanë të Mojsiut. I kemi ndjekur implikimet deri në përfundimin e tyre më radikal, se Zoti i shkrimit të shenjtë është një projekcion njerëzor, jo një realitet transcendent. Çfarë mendoni tani? Ky është problemi juaj. Asnjë guru, asnjë prift, asnjë hoxh, asnjë rabin, asnjë filozof, asnjë avatar. Natyrisht që unë jo, nuk mund të vendos për ju. Kjo është liria për të menduar vetë, liria për të ndërtuar kuptimin tuaj, liria për të jetuar pa paterica mbi natyrore. Është një barë e rëndë, po. Natyrisht, e di, e kuptoj, e di që është e rëndë. Shumë preferojnë të kthehen në rahatësinë e sigurive të trashëguara, e drejta e tyre. Rëndësi ka që ndjehen mirë dhe të sigurt, që nuk janë vetëm, që për ta mendon ai atje larg, shumë larg, po rëndësi ka që ai mendon për ta. Mos harroni se videot në këtë kanal nuk kanë si qëllim të ndikojnë mbi mendimet, opinionet, bindjet apo besimet tuaja. Janë vetëm një këndvështrim ndryshe nga i zyrtar që na jep sistemi dhe fetë tradicionale monoteiste. Ruani etikën në komentet tuaja, sepse sikur se thash, ignoranca nuk është argument. Bashkë takohemi në videon e ardhshme.